Flokët rikthehen natyralisht, zbulimi revolucionar i Universitetit të Tajvanit. Shkencëtarët në Universitetin Kombëtar të Tajvanit kanë bërë një hap të madh drejt rigjenerimit të flokëve, duke zhvilluar një serum natyral që mund të rikthejë rritjen e flokëve brenda vetëm 20 ditësh gjatë testimeve laboratorike. Trajtimi bazuar në acide yndyrore natyrale aktivizon qelizat dhjamore në lëkurën e kokës, të cilat lëshojnë përbërje që zgjerojnë qelizat burimore të folikulave të flokëve. Me fjalë të tjera, serumi jep urdhër folikulave të pushtuara për të rifilluar rritjen e menjëhershme të flokëve nga vetë burimi. Sipas studiuesve, ky është një ndryshim i madh nga trajtimet tradicionale për rënien e flokëve që zakonisht bazohen në medikamente ose procedura invazive. Sipas studiuesve, ky është një ndryshim i madh nga trajtimet tradicionale për rënien e flokëve që zakonisht bazohet në medikamente apo procedura invazive. Ky zbulim tregon fuqinë e shkencës rigjenerative dhe mund të hapë rrugë për metoda të tjera dhe natyrale për rikthimin e flokëve. Megjithatë, testimet në njerëz ende nuk kanë filluar. Ekspertët theksojnë se do duhet të konfirmohen rezultatet përmes provave klinike të standardizuara përpara se produkti të jetë i disponueshëm për publikun. Ky zhvillim është pritur me shumë optimizëm në komunitetin shkencor, pasi ofron një perspektivë të re në trajtimin e rënies flokëve dhe mbështet idenë se rigjenerimi i indeve mund të bëhet pa ndërhyrje të dhunshme duke përdorur mekanizma natyral të trupit.